lidhjes këto zgjedhje, unë konsideroj që në momentumi politik të cilin e ka krijuar Zoti Kurti me zonin Osmani, besoj që do të prodhoj edhe rezultate të reja në zgjedhjet e ardhshme. Për arsye sepse e dim që zoni Osmani ka nxjerrë një pjesë të mbështetja për zonin Osmani më shumë është mbështetje fragjile, pra është mbështetje pa strukturuar dhe diçka që është e pa strukturuar është edhe pa emocionale pak më shumë. Kjo ka ditë gjithmonë mirë, mas mirë në Kosovë, politikanët dhe në luturinë e viktimës. As Albin Kurti nuk e lun viktimën sa lun zonja Osmani, prandaj kjo i grumbullon vota. Mos harrojmë që zonja Osmani ka tralltuar në një farë formë elektoratin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe mos harrojmë që zonja Osmani në kohën kur Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë në situatën më të rëndë, i ka vazhduar sulmet ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe po ashtu mos të harrojmë që njerëzit brenda LDK-s, ata të cilët kanë qëndruar edhe në kohrat më të vështira tek gjatë kësaj periudhe që ne ka pas LDK, nuk do ta presin me lule dhe duar hapur zonën Osmani. Por megjithatë është përmendur kryetari i LDK-s se do të ketë një bashkëpunim.